për penale mund të ketë elemente të korrupsionit pasiv nëse vërtetohet se ky bllokim është pjesë e pazareve politike. Mos me folë që po e simulojnë që po punojnë, e në fakt nuk po punojnë, aty këto këtë elemente veprës penale të mashtrimi. Qartë e kuptuam mesazhin e kohës se koncentrohemi tash tek zhvillimi brenda kuvendit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë jemi 99 deputet, kemi quorum për vazhdimin e seancës konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj, me 2 dhe 4 qershor 2025, subjektet politike PDK, Lista Serbe dhe AK Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimmarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një antar për komision. Ftoj listën serbe të propozoj një deputet për antar për komision. Ftoj AK-n Nismën të propozoj një deputet për antar për komision. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë deputet kanë votuar për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, seanca ndërpritet, takohemi përsëri me 7 maj në orën 11. Jeni gati? Mes pak. Mirëmëngjesi që dhe ju falenderoj edhe njerë për cilën e vazhdueshme që të ju bëni këtyre seancat të Kuvendit të Kosovës, por edhe sot, siç po e shihni, vazhdon krenësia e lëvizjes vendosur këtë rast, nuk heqin dorë nga kandidati, edhe pse ju kemi dhënë mundësi, edhe pse i kemi ofruar një bashkëpunim që ta konsiderojmë Kuvendit me ndonjë prej emrave të tjerë që mund ta bëjnë këtë punë, por fatkeqësisht me gjatë duke mos u pas numrat që ta bëjnë qeverinë, atëherë ka vendosur që si barikad ta vendosin pikërisht një grua të cilën mendoj vetë më shumë po e deshtimojnë dhe po e dëmtojnë edhe më shumë reputacionin e saj, sepse mendoj që është sjellje e tyre e papranueshme edhe në raport me votuesit e tyre që i kanë votuar, që të barikadohen në këtë formë dhe të blokojnë konstituimin e Kuvendit të Kosovës që t'i hapë rrugë pastaj themelimit të qeverisë së Republikës së Kosovës.